Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari nuk e ka dorëzuar akoma dorëheqjen e tij me shkrim, të paralajmëruar një ditë më parë. Dorëheqja duhet të dorëzohet fillimisht në qeveri dhe pastaj të kalojë procedurat në kuvend. Pas konstatimit të dorëheqjes së Taravarit, Vlen është e bindur se pozitat që i kanë takuar ASH-s në ekzekutiv do të mbushen nga Vlen. Zëvendës kryeministri Mexhiti thotë se nuk është biseduar që VMRO-DPMNE-ja ta marrë shëndetësinë. Gjitha resorët që i ka pas Alianca për shqiptarët mbeten me kuadër të Vlenit. Mirë, po VMRO-ja po bën fjalë që Ministrinë e Shëndetësisë ta merr? Nuk kam dëgjuar nga VMRO-ja që ka kërkesë të tilla, as publikisht, as në takime zyrtare. Taravari një ditë më parë njoftoi dorëheqjen e tij, por siç tha, funksionarët e tjerë do të shkarkohen. Për Mexhitin, kjo tregon se Taravari nuk është në një vijim me strukturat e partisë. Kjo tregon, domethënë, që pjesa dërmuese brenda Aleancës për shqiptarët, që në themelim ka qenë antipodi BDI-s, nuk pajtohen me qëndrimin e kryetarit të partisë, ka marrë rrugë të gabuar dhe është evidente që çdo ditë ka largime, ka paraqitje të mendimeve ndryshe nga funksionarë të ndryshëm. Kjo tregon që kryetari nuk është në vijim me antarësinë dhe me strukturat e partisë. Për VMRO-DPMNE në qeveri nuk ka vend për partitë që e kanë shkatëruar Maqedoninë dhe përkrahja e atyre partive është e papranueshme. So samo to napuštanje na vladat od strana na alijancata na Albancite dade znak дека tije nese za reformski proces. Me tërheqjen e aleancës për shqiptarët, ata treguan se nuk janë për reforma, nuk janë për drejtësi në shtet, por janë në anën e gabuar, pra në anën me politikanë të korruptuar, të cilët e shkatruan Maqedoninë dhe të gjithë ata që mbajnë atë anë do të shkarkohen, sepse nuk mund të jenë pjesë e kësaj qeverie, deklaroi Alen Dereban, VMRO-DPMNE. Alianca për shqiptarët në qeveri përfaqësohet me Ministrin e Shëndetësisë, zëvendës kryeministrin për qeverisje të mirë, zëvendës ministrin e bujqësisë dhe zëvendës ministrin e mbrojtjes. Funksionarë të tjerë të eshaloneve më të ulta pritet po ashtu të shkarkohen. Nga kuvendi njoftuan se kryetari i kuvendit Afrim Gashi sot është njoftuar zyrtarisht për ndryshimet në përbërjen dhe strukturën udhëheqëse të grupit të deputetëve të Vlenit. Koordinatori i grupit të deputetëve të Vlenit është emëruar deputeti Bekim Çoku. Zëvendës koordinator janë deputetët Merita Kollçi Koxhaxhiku dhe Adnan Azizi. Përbërja aktuale e grupit të deputetëve të Vlenit është Afrim Gashi, Adnan Azizi, Bekim Çoku, Kaltrina Beqiri, Imërlie Saliu, Saranda Imeri, Feride Haxhiu, Merita Kollçi Koxhaxhiku dhe Bekim Sali.